Imrama gjithë sonte, si gjithmonë, si që dini që ne kemi një rubrik për artistë të ri, sonte ku më zgjedh me pas ftum një djalë të ri nga Prishtina, një super talent, cilin kena pas një kontakt edhe kemi orë në përfundim që sonte me qenë i zgjedhur i këtij muaji në Dhe Ze Mikrofonin. Sonte me mu Donat Makolli. Mirë se ke ardhur Donat. Faleminderit për ftesën, mirë se ju gjeta. Është kënaqësi me qenë te Dhe Ze Mikrofonin. Faleminderit shumë. Donat, tregona pak për veten kur ke fillu me marrë muzikë, kur e ke kuptuar që din me kënu, din me ki talent për muzikë. Valla, prej shumë i vogël, shumë fëmijë, mami e ka zbulu, që di me kënu, edhe që shto tani ku marrë pjesë në Kur e ke bo këngën e parë? Këngën e parë e ku bo me 2019, me cilën ku marrë pjesë në këngë magjike, si artist i ri. Shumë mirë. A ke fitu çmim? Jo, veç ku marrë pjesë, po e ku fitu kështu përvojë, jom kënaq. Shumë mirë. Tregona kështu në cilin zhandër je ma shumë i fokusum, çat pëlqen ma shumë e këndu? Mu më pëlqejnë ma shumë baladat. Po? Nina ma mirë në balada, kam qef edhe mi prek zemrat e publikut me balada, me za. Dhe më thonë baladat të fle ma shumë për shpirti, a? Po. Okej, qa ke mendu sonte me na këndu kur kena bisedu bashkë? Që të më thonë Donat ke me qenë pjesë edhe Ze Mikrofonit, qa ke mendu për me kënu fillimisht? Sa të kom mendu me kënu disa këngë, disa balada shumë të mira. Kisha dasht me startu me Shkrepza Duhani prej Sinan Vllazaliut. Sinanet, a? Po. Okej, hajde po shkojmë të zgjedhëm notën. Shkrepza e Duhani, veç këto dyja për mua po kalle. Mua më djek gjani, e nuk kam me, kan me I qahale. E tash janë qu gjithë në kam, fare fisi ngusht e I gjan, nuk po munden me ma hjek mërzin. Qysh me hjek mërzin, kurse kam dashnin. Qysh me hjek mërzin, kurse kam dashnin. E tash janë qu gjithë në kam, fare fisi ngusht e I gjan, nuk po munden me ma hjek mërzin. Për mërzin që kam kallmani duhan, për mërzin që kam kallmani duhan. Sta kam dit kimetin, e sa let të lash atë dit. Ah mua q'kam gjeti, shumë e pas kam dasht e se kam dit. E tash janë qu gjithë në kam, fare fisi ngusht e I gjan, nuk po munden me ma hjek mërzin. Qysh me hjek mërzin, kurse kam dashnin. Qysh me hjek mërzin, kurse kam dashnin. Bravo, shumë mirë. Cilin për artistave shqiptar e ndëgjon ma shumë dhe të pëlqen? Drejt me të kallzu, nuk kam të preferu, më pëlqen krejt, I dëgjoj krejt. Me këngë që posë që me posë një bashkëpunim, si artist I ri, që e din që të kish një mun aspektin profesional ose të karierës ose që do me thonë, po edhe që kështë posë qef me posë këngë me të. Me plot, po nësë është për me përzgjedh veç një, nashta Dafina Zeqiri ose Dhurata Dora. Dhurata? Okej, a e kena në këngë Dhuratës me kënu sonde? Ja, valla, nuk e kom përzgjedh në një. Jo, a? Jo. Okej. Donat, a mendon në tarme me pos band me këndu live, a qysh e shef vetën në skin? Po, normal që po, kam qef me kënu live.
Jam edhe në përgatitje, jam të bo prova gati çdo ditë për më marrë edhe me muzikë live edhe... Po, a? Pse jo? Në më thonë, je i gatshëm. Po. A ke bo repertoar këtë din kongë? Po, bagi. Super. Qa kena sonte me kënu diçka tjetër? E di që kena me kënu ka gjo kongë? E këshëm kënu pres të më thërmash prej Eranda Libohovës. Okej, nice. Një cigare do të ndes, buzët po më bëhen zjarë. Dua të shkruaj, mali mua më ka marrë. Do t'im del lotët e mi, do dërgoj të ti një shi, dhe do t'a kuptosh sa më mungon ti. Zemrë nuk e mbajta ty ta dhash, që gjithmonë të më kujtash. Jam këtu akoma si një gur, do të pres të më thërmash. Zemrë nuk e mbajta ty ta dhash, që gjithmonë të më kujtash. Jam këtu akoma si një gur, do të pres të më thërmash. Bravo. Faleminderit. Shumë mirë. Live kur po shton me band. Po. A keni një zhëndë të caktuar apo po mundosh me mësu krejt kongë? Prej krejtëve ka pak. Po. Qashtu po kërkohet tash. Nuk mundesh veç një zhëndër më përcaktu, nëse don edhe me bo atmosferë normal. Duhet të ndryshe. Po do pak për muzikës. Në jetën e përditshme Donati ç'a bën? Donati merret me aktivitete, ka edhe një biznes, merrna edhe me flok, me ngjyrosje të flokëve për femna. E kam lokalin tem prej 2022-s. Mirë po t'ismun, po? Mirë, shqyqër. Të më thonë, krahas muzikës edhe me biznes mirësh, a? Po. Sa po mësh me menaxhu të dyjat? Po nuk është lehtë, po me punë menaxhohen të dyjat. Në më thonë, përveç muzikës edhe donë edhe atë pjesën e flokëve që tha, a? Po. Nice, interesant. Atë ka ndodhë me rregullu di kam për artistëve? Me jo, hala, është influencera, po, kështu artist jo. Ja, mendon në tarmën me vazhdu me të dyjat, a më fokusu ma shumë muzikë? Po, pse jo, normal mu fokusu ma shumë muzikë, po edhe mos me lanë biznesin anash. Po du më zbulu të sot për report që na kena një kongë bashkë. Po. Me Donatin. Edhe kisha pos qef me kënu që referin nëse të kujtojt, a? Po, pa tjetër. A e këshëm provu? Po, pse jo. Okej, tani folim për kongë. Okej. Nëse jo në zotit ka pa, qysh jena konjo nuk jema e di, me dikan jetu përzi. Nëse jo në zotit ka një, tjetër kanë të thirë tashni e di, me dikan jetu përzi. Wow, kongë e mirë. Faleminderit, po është kongë shumë e veçantë edhe shumë pëlqen mu. Kur ke mendu me lansu? Edhe pak. Edhe pak. Nuk kam një datë saktuar. Mas emisionit, a? Mas emisionit kismet. Okej, qa ke mendu mas të konga që e kena bo bashk, që kena me publiku, a ke mendu diçka qa ke menu me bo qëfar konga, qëfar loje, diçka ma gjalla, prap me vazhdu me valot? Nuk e di, tash është edhe sezona verës, kisha dash që me vazhdu pak me muzikë pak ma ritmike, mas i veç është edhe vera, ama pi baladave normal zdal kur, më pëlqenj. Okej, kongë ritmike, kush pëlqen që shkënon? Njejt, Dhurata, Dafina, Për me shkëve? Yll Limani. Tyllë ta ke përgatit diçka? Po, e kom përgatit kongën e Yll Limanit dje. Okej. Është baladë shumë e mirë. Edhe më flenë shumë për zani. A provojmë? E provojmë. Hajde. Kur u bune te kush që mos penja, kur u bune te kush që më nuk pesha,
Kur mësove, kur mësove me jetu, o me jetu pa mu. Krejt po m'kqyrin a e din sa dhe a thua e din që du mu qmend. Nalini tu pana se nuk di me u gzu e me jetu, o a që unë e du. Let ma harrojnë nëmnin, let na let gëza, nëse së e jemja, mos më qani ma. Jetën që e dashta, tjetër kush e ka, ëndrën që e dashta, nuk më lan me pa. Si trupa jet, si tuk pa tjel, mos me vetën sun pori. Kur gjë nuk dodh, kur gjë e re, se krejt qa dashta ishte tje. Dje u kun mirë, sot ti nuk je pa ty jëm gri. Unë jëm të bërtit që në të mni. Let ma harrojnë nëmnin, let na let gëza, nëse së e jemja, mos më qani ma. Jetën që e dashta, tjetër kush e ka, ëndrën që e dashta, nuk më lan me pa. Shumë mirë. Faleminderit. Shumë mirë edhe për të rënë stili i yllit. Faleminderit. A ngon yllin kështu, domethënë? Po, e ngaj ka njerë, i ka Pëlqen kongë, do kongë, mos tëm do shumicën i ka të shumë të mira. Që të pëlqen, a? Po. Do na diçka, po du më të një dhe diçka tjetër tuknu, përveç që tyne, qa ke mendu diçka? Se po du më që tina për paka shumë, edhe mës me qenë veç me një lejt baladave, së përdi qa ke menu? E komendu kongën Pash dy sytë në balë, po ke që a i kom përzgjedhjen balada. Okej, së problem. Gëzimet në jetë për mua ishin të rralla, dhe premtimet tua vetëm për rralla. Koha kot kalon, se dhemja nuk treti, zemra se pranon realitetin. Sa her ti ke dal me tjetrin fshehu, o krejt i kam dit, po vetëm kam heshtu. Kam heshtun dhe kam shpresuar, hej se dhe ti një dit do kesh ndryshuar. Pash dy syt në ball, dy syt në ball, a e din sa kam duruar, a mendove val se jam i marr, dhe unë kam qenë i dashuruar. Pash dy syt në ball, dy syt në ball, qa ke mendu kur më ke tradhtuar, a mendove val se jam i marr, dhe unë kam qenë i dashuruar, me njeri unë e kapuar. Wow, bravo. Bravo, që publiku. Faleminderit. Do na cili ka qenë momenti më i vështirë në jetë që ke përjetu diçka se pa mund është dikush pa e përjetu në një moment pak më të vështirë që ke posë diçka që të kujtohet. Nuk kam diçka kështu, jo, shumë tranë. Se mos me posë kot. Inshallah jo. Kush ka përkrapi këngëtarëve kur ka qenë konga magjike? A ke posë mbështetje kështu për artistave të tjerë? Jo. Si posë mbështetje, ja? Nashta prej një artistës që e majnë men të Shqipnisë, Besa Kokdhima. Po, besëm po, një. Ajo më ka përkra, ma ka shpërnda muzikën për tjetër kush jo.
Ke artistave po flas. Nëse ti nesër arrin çdo ku bëdon, a i kishe përkrah artistat e ri? A i kishe bërë njëjtën sens se kur këta? Po, normal. Po, qysh jo. Pse jo, ka A do nevojë që më është përkraja e vogël ndaj artistave të ri? Po, është shumë përkraje e vogël. Nuk e di pse. A ke lypë diku në ndim? Po, Është s'u ka ofruar? ka pas raste që edhe ju kom shkru, po veç nuk më ka kthy përgjigja. Domethënë këngëtarëve tona, Po, Kosovës, a? Po, E din kush janë, i mon men? do. Se di ka shumë. E nëse ti kishe mri aty ku po shpreson me mri, a ju kishe kthy që atyre personave? Përgjigje. Po, normal. Si jam i njajti, pse jo? Bravo. Okej, a është njëri për këngëtarëve që ti i ke kënu këngët e ti në asët, në i kënë asët që të? Jo. Sashtë, okej. Qa këna me tjetër për fund, se veç ofër fundit jemi? Okej. E kisha kënu këngën Më fal të Elvana Gjatës. Okej. S'ma falti, unë e di më shumë ku të kam ra. Nuk desha, besëm nuk desha. S'ma falti, unë su bëra kur si ti ke dash, si ti ke dash, si ti ke dash, si ti ke dash. Si një malkim, unë sot dua të them më fal. Asgjë më shumë njeri unë jam. Asgjë koti zemra ime, se kush e ti, ndoshta dhe më keq të bëj ti. Sot dua të them më fal. Asgjë më shumë njeri unë jam. Asgjë koti zemra ime, se kush e ti, ndoshta dhe më keq të bëj ti. Ndoshta dhe më keq të bëj ti. Bravo. Faleminderit. Shumë sakt, shumë mirë. Faleminderit Do shumë. mund të thënë këngë që ke përzgjedha. Çtojnë këngë që mu më pëlqejnë mas shumë tipi baladave mi kënu edhe i kum përzgjedh. A na ka me diçka ju, a? Jo. Edhe na ka met edhe një Godet shpirti e Brunos. Shkurt e Ose gashit. Shkurt e Gashit, po që e ka bo cover Bruno, fakt. Okej, a vëdë me bu? Apo ki qef? Nëse ty është Me përqen? bo, Okej. se jo. Era dhe fjalët më mbetën, ndjenjat dhe malli u tretën. Trupin sot e ftohtë e kam, kull zemra ime jam. Ti se di, dhe vazhdon godet si thik, lodhe shpirtin, që ta dha që dashurin. Mos harro, se kur thyesh nuk gënjen, edhe jetën me ta fal, për ty ja vlen. Era dhe fjalët më mbetën, ndjenjat dhe malli u tretën. Trupin sot të ftohtë e kam, kull zemra ime jam. Ti se dit, dhe vazhdon godet si thik, lodhe shpirtin, që ta dha gjithë dashurin. Mos harro, se kur thyesh nuk gënjen, edhe jetën me ta fal, për ty ja vlen. Perfekt. Faleminderit. Faleminderit. Donat, faleminderit që ishe sot me mu
në dhe zë mikrofonin. Ty të urej shumë suksese në tarmën. Po dyshoj që kime po sukses, si je këngëtor jashtëzakonshëm. Faleminderit shumë. Edhe po shpresoj që na kena më po prapë me projekte të reja. Faleminderit. Inshallah, sa më shpejt. Ty vish të urej suksese edhe punë sa më shumë edhe më sonal se i perfekt. Faleminderit shumë, faleminderit edhe një herë për ftesën. Faleminderit edhe ty. Këtu për përmbyllim për sonte me Donatin, edhe shihemi javën tjetër me musafirin e radhës. Faleminderit shumë. Natën e mirë.